Ju nga tjeta, 80% e satelitëve në botë janë shkatëruar brenda natës. Interneti i fikur. Bota në kolaps total. Ky nuk është skenar filmi, është butoni i fundit i Rusisë dhe i Iranit. Pse kryeministri izraelit fluturoi në fshehtësi absolute drejt Emirateve Arabe në kulmin e kësaj krize të madhe botërore? Çfarë po përgatitet në prapasken? Një plan tripalësh për të pushtuar një ishull sovran iranian dhe për të rimarrë kontrollin e naftës globale. Çfarë është duke u ndodhur? Sot do të lidhim të gjitha pikat e këtij ekuacioni të frikshëm, nga dronët e Ukrainës që nisen nga vendet baltike tek takimi dhe samiti sekret i NATO-s në Ankara më 7 korrik. Në minutat e ardhshme, miq dashur, do të kuptojmë se pse kjo që po jetojmë nuk është thjesht një konflikt i izoluar, por është diçka më e madhe se kaq. Jemi zyrtarisht në fazën e dytë të luftës botërore, kemi hyrë brenda dhe jemi duke kaluar në këtë moment të ri. Zhvillimi i parë dhe më i rëndësishëm i orëve të fundit është ky që do ju them tani. Aleanca Atlantikut Veriut NATO ka dalë me një deklaratë të prerë dhe të paprecedent të padëgjuar deri tani, duke thënë se është e gatshme të ndërhyjë ushtarakisht nëse Irani nuk e garanton lirinë e plotë të lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe nëse nuk hap pa kushte ngushticën e strategjike të Hormuzit nga ku vendoset fati i gjithë botës. Ky operacion masiv detar i cili po hartohet në prapasken nga strategët më të lartë ushtarak të NATO-s pritet të nisë zyrtarisht në terren në fillim të muajit korrik, kur bota do të jetë duke parë botërorin në Amerikë. Pra, eksaktësisht një muaj e gjysmë nga dita e sotme, NATO merr vendim ndryshe nga që kishim parë deri tani, që NATO nuk i përgjigjej Donald Trumpit dhe Amerikës për të shkuar në luftën e Iranit, tashmë është marrë një vendim i ri strategjik. Vendimi final, ai që do të vullos lëvizjen e trupave apo jo, do të shpallet me të gjitha pompat zyrtare në samitin historik të NATO-s, që do të mbahet në Ankara të Turqisë më 7 korrik të vitit që po vjen, dhe me datë 8 sigurisht. Të gjitha vendet anëtare, të cilat zotërojnë kapacitete të avancuara detare, dëgjoni me kujdes, dhe anije të rënda, do t'i dërgojnë ato anije urgjentisht dhe direkt në ngushticën e Hormuzit. Ndërsa shtetet e tjera, të cilat nuk është se kanë fuqi, pra nuk kanë atë kapacitetin e madh për të qenë në mbështetje të NATO-s me logjistik, me armatime të mëdha, do të ndihmojnë me forma të reja. Asnjë antar i aleancës së NATO-s nuk do të qëndrojë jashtë këtij operacioni. Pra kjo do të thotë që edhe Shqipëria hipotetikisht me format e saj do të jetë pjesë e këtij operacioni dhe do të bëhet zyrtarisht pjesë e luftës së Iranit. Kjo nuk është pjesa më e rëndësishme. Kjo lëvizje kaq agresive tregon diçka shumë më të thellë në prapasken. Nuk është ky një lajm normal. As zhvillim normal. Afrimi mes Amerikës dhe NATO-s rikthehet në nivelet më të larta të bashkëpunimit historik. Ndryshe nga ç'po mendohej se NATO mund të shpërbëhet apo mund të rriqet Trumpi, duket qartë që në Washington ka ndryshim kursi. Periudha e ftohtësisë së epokës Trump, ku Washingtoni shfaqte pakënaqësi të hapur ndaj aleatëve të Europës, për shkak të buxheteve ushtarake, duket qartë që tashmë po te i kalohet dhe po vihet prapa, përballë një rreziku të ri ekzistencial, që është rritja e lindjes. E kanë kuptuar në Washington se duhet të funksionojnë si një trup i vetëm, bashkë me Europën, si një ekip i pathyeshëm i gjithë aleancës NATO-s përballë boshtit të ri të Iranit, Kinës dhe të Rusisë. Ky moment i ri ndodh
pikërisht tani që vendoset ky bashkëpunim strategjik. Shtetet e Bashkuara sapo kanë deklaruar zyrtarisht se do të mbrojnë me çdo kusht dhe me çdo çmim të gjitha kapacitetet e tyre. Do të mbrojnë me çdo kusht Letonin, një vend kyç europian në kufi me Rusin, në rast të ndonjë agresioni të mundshëm. Pra, ekuacioni është i thjeshtë. Europa i jep mbështetje ushtarake zyrtarisht në lindjen e mesme, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e garantojnë plotësisht tashmë mburojën e tyre bërthamore dhe konvencionale mbi Europën lindore përballë kërcënimeve direkte të Moskës. Dhe kjo përfshin edhe Ballkanin, të gjithë ata të cilët mendonin se Ballkani do të rrshkas majtas djathtas, apo se mund të luajnë dhe të hedhin valle këtu, duke e hequr tapetin nën këmbët e perëndimit dhe duke e kaluar situatën më në lindje. Ky zhvillim tregon dhe është mesazh edhe për Ballkanin, por edhe për Shqipërinë, ku sot në orën 4 në orën e Shqipërisë, pra vetëm para një ore nga transmetimi i kësaj analize, kalon në Senat ambasadori i ri amerikan, Zoti Wend, generali Wend, i cili pritet të vinë në Tiranë. Informacionet e mia është se ai e ka të siguruar votën në Senat dhe në Kongres, i ka miratimet të kaluara, pritet vetëm ardhja e tij në Tiranë e generalit amerikan si ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një moment të tillë kur NATO merr vendim të hekurt për të mbrojtur Europën lindore deri tek kufit e Rusisë dhe ribashkimi i Amerikës me NATO-n për të mbrojtur ngushticën e Hormuzit apo për të hapur ngushticën e Hormuzit. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, është dhe një fakt tjetër që ambasadori i ri që do vinë në Tiranë nga Amerika është ja 5 cm më i gjatë se Edi Rama. Kjo situatë e re e ndryshon komplet kuptimin e gjithçkaje që dëgjoni nëpër televizione dhe nëpër lajme. Ndërsa vëmendja është e gjitha te ngushtica e Hormuzit, në frontin e Rusisë është duke ndodhur përshkallëzimi më i frikshëm që mund ta keni imagjinuar ndonjëherë. Ukraina po përpiqet me çdo kusht çfarë të zgjerojë operacionet e saj ushtarake, siç ju kam shpjeguar tek video e djeshme e pardjeshme. Po godet territorin e Rusisë dhe po lëshon dron jashtëzakonisht avancuar drejt objektivave të thella brenda Rusisë, tek rafineritë dhe tek civilët. Kjo ka sjellë një reagim të tërbuar të Moskës dhe në një mbledhje urgjente dhe të tensionuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesit rusë kanë akuzuar zyrtarisht Letonin se është duke lejuar trupat speciale të Ukrainës që të vendosen në tokën e saj për çfarë? Për të menaxhuar dhe për të koordinuar këto sulme ajrore. Reagimi i Washingtonit në OKB ishte një shok i vërtet. Amerika i ktheu përgjigje të prerë Rusisë se nëse preket qoftë edhe një pëllëmb e tokës letoneze, reagimi amerikan do të jetë shkatërrues dhe i menjëhershëm. Dhe teksa ky rrethim po shtrihet edhe në Azinë Qendrore, ku Amerika po kalon, ku Armenia po kalon hapur në anën e perëndimit, dhe Kirgizistani sapo ka goditur Moskën duke mbyllur 50 kompani të mëdha ruse në territorin e tij. Pra 50 kompani ruse janë mbyllur në territorin e Kirgizistanit dhe Armenia po duket qartë që po do të rikthehet nga ana e perëndimit. Rusia ka nxjerrë kartën e saj të fundit. Ka paralajmëruar zyrtarisht se mund të vendosë në orbit një satelit ushtarak me kapacitete bërthamore. Pra, rikthehemi tek kërcënimi bërthamor. Armë sekrete
e cila do të shkatërrojë deri në 80% të satelitëve ekzistues në hapësirë, gjë që do të fikte me njëherë internetin, GPS-in, komunikimet ushtarake dhe të gjithë sistemin financiar në botë. Do ta bënte këtë dhe do ta kryente me njëherë. Prandaj po ju them se jemi në momentin i cili lidhet drejt për së drejti me kërcënimin e internetit dhe se bota mund të shkojnë blackout. Fakti është ky, Kina për të parë që nga fillimi i këtij konfliktit madh gjeopolitik çfarë po ndodh, ka vendosur çfarë të bëj, të hedh poshtë maskën e saj të neutralitetit. Inteligjenca perëndimore ka zbuluar se Pekini ka trajnuar fshehurazi divizione të tëra ushtarësh dhe i ka dërguar ata ku direkt në fush betejë krahas forcave ruse në Ukrainë, dhe ky është zhvillim i jashtëzakonshëm. Pra, pritja e takimit të NATO-s, takimi i jashtëzakonshëm dhe më i rëndësishëm, tek kërcënimi i Letonisë, mbrojtja e Letonisë nga SBA-ja, mbrojtja e Europës lindore nga SBA-ja, bashkimi i NATO-s për të hapur ngushtisën e Hormuzit, kërcënimi bërthamor me satelit bërthamor rus për të fikur internetin e gjithë botës brenda sekondës, heqja e Kinës së maskës së neutralitetit duke përgatitur divizione të plota në krah të Rusisë në fush betejën e Ukrainës, do të thotë që kemi hyrë në fazën e dytë të luftës së tretë botërore, brenda së cilës kemi qenë prej 22 shkurtit, prej 24 shkurtit të vitit 2024. Dhe duhet ta kuptojmë me shumë kujdes këtë moment, sepse ky moment do të përcaktoj një ekuilibrat në ndaj gjeopolitik global, do të përcaktoj ekuilibrat e Ballkanit, lojën e Ballkanit, dhe do të përcaktoj fundin ose triumfin e përhershëm të kastës politike në Tiranë, e cila ka fituar energji vetëm për pak kohë, mos i kujtoni të pathyeshëm Ramën dhe Berishën. Kanë fituar kohë vetëm sepse Amerika ka qenë e zënë me Iranin dhe me NATO dhe me Kinën dhe me Rusinë. Asgjë nuk është jashtë vëmendjes. Lufta do të bëhet më interesante dhe përplasja për dominimin e Ballkanit do të jetë më agresive, veçanërisht me ardhjen e generalit ambasador nga Amerika këtu. Kina hyn zyrtarisht në lojë pas kërcënimit rus për nxjerrjen e satelitit bërthamor, i cili ne mund na nxjerr gjithë blackout, pa internet mund të gjihemi një ditë, nëse ndodh kjo që ndodh. Dhe ky është kolaps që nuk na prish punë vetëm ne, që flasim me ju çdo ditë, por ka lidhje me gjithë botën, pra me gjithë sistemet e bankave, me gjithë sistemet operative, elektronike, televizive, mediatike, pra me financat, me transportin ajror, pra është një kolaps botror, nëse ndodh. Faza e luftës ku jemi është më e rrezikshme se kurrë. Ky program sekret kinez nuk është më thjesht për të dërguar trupa në Ukrainë, nuk është më thjesht mbështetje me pajisje, por përfshin ekspert të luftës elektronike, operator të dronëve, të gjeneratës së fundit dhe specialist të operacioneve moderne taktike. Kjo është duke ndodhur tani. Kjo do të thotë se Kina, e cila zotëron një ushtri masive prej mbi 2 milion ushtarësh aktiv, çfarë po bën, po sinjalizon se nuk do të qëndrojë më e tërhequr, dhe kjo me njëherë pas largimit të Trumpit nga Kina. Takimet e fundit të nivelit të lartë mes Vladimir Putinit dhe liderit Xi Jinping tregojnë qartësisht se Rusia, Kina dhe Irani e kanë koordinuar një plan të përbashkët veprimi përballë Amerikës dhe NATO-s së bashkuar. Ky koordinim u bë i qartë kur Irani lëshoi kërcënimin e tij për të ndërprerë kabllot e mëdha nëndetare të internetit, të cilët kalojnë përmes ngushticës Hormuzit. Kjo lëvizje është një kopje eksakte e strategjisë që ka përdorur Kina ndaj Tajvanit në detin e Kinës Jugut. Çfarë bëhet? Shpesh atje Kina përmend butonin e fikjes
për industrinë globale të mikrochipave, gjysmë përçuesve. Mesazhi i koduar që Pekini dërgon përmes Teheranit është i qartë. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë ushtarakisht për të rrëzuar regjimin në Iran, thonë kinezët, Kina ka për të ndezë menjëherë frontin e Tajvanit në Azi. Pasojat janë se ne nuk po flasim më për kriza rajonale të izoluara, por jemi zyrtarisht në pragun e asaj që ekspertët e shërbimeve të inteligjencës e quajnë faza e dytë e përplasjes globale. Qendra e rëndesës është duke u zhvendosur me një shpejtësi marramëndse drejt Gjirit Persik dhe Detit të Kuq. Atje është duke u luajtur një lojë jashtëzakonisht agresive në prapasken. Dëgjoni me kujdes. Emiratet e Bashkuara Arabe, në mënyrë krejt të papritur, po shtyhen drejt një roli shumë më ushtarak dhe shumë më ofensiv. Sipas raporteve strategjike, nga burimet tona ekziston një plan konkret për një operacion rrufe ushtarak me një objektiv tronditës, marrjen nën kontroll të plot të ishullit strategjik Lavan, i cili ndodhet nën sovranitetin e plot të Republikës Islamike të Iranit. Tani të kalojmë ke ky moment i cili na kthen në ngushtisën e Hormuzit, sepse është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të kuptuar tërësinë e tablost dhe dinamikave globale. Reagimi ka qenë i menjëhershëm ndaj këtij plani të Emirateve dhe absolutisht i fortë. Irani ka deklaruar zyrtarisht dhe publikisht se në qoftë se forcat e Emirateve të Bashkuara Arabe guxojnë t'i afrohen ishullit Lavan ose të prekin qoftë dhe 1 metër katror të ishujve iranian në Gjirin Persik, përgjigja nuk do të mbetet më në kuadrin diplomatik apo të notave të protestës. Irani ka thënë dhe ka deklaruar se do të kundërpërgjigjet me një pushtim total ushtarak. Do të marrë në kontroll të gjithë vijën bregdetare të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe do të pushtojë menjëherë shtetin fqinj të Bahreinit, të cilin nuk e llogarit fare. Por ka edhe një dimension tjetër që ka tronditur kancelarit perëndimore në këtë moment, por jo vetëm kancelarit perëndimore, gjigantët e Silicon Valley. Irani ka hedhur në tryez kartën e saj të sabotazhit teknologjik. Çfarë po bëhet? Teherani ka paralajmëruar se do të bllokojë tërësisht, do të vendos tarifa ose do të shkatërrojë fizikisht kablot nëndetar të komunikimit që kalojnë në tabanin, në dyshemen e ngushticës së Hormuzit. Dhe kjo për perëndimin, ky nuk është një kërcënim që mundet të injorohet apo që mund të merret me duke futur këmbët në ujë të nxehta në legjen. Ndërprerja e këtyre kabullave do të thotë një blackout teknologjik dhe financiar për Europën dhe për Amerikën, pra një kolaps i menjëhershëm i bursave dhe i transaksioneve bankare, të cilat e gjunjëzojnë ekonominë globale për pak orë. Pra shkojmë në një blackout total, qoftë të internetit, qoftë të financave të ekonomisë. Tani shkojmë në një moment tjetër kaq po aq të rëndësishëm sa ky. Po ta shohim panoramën pak më gjerë, në pamje të parë duket plotësisht e pamundur që një vend si Emiratet e Bashkuara Arabe të ndërmarrin të vetëm një aventurë ushtarake për të marrë një ishull iranian. Skenari ka një kuptim të plot dhe të frikshëm kur zbulojmë një informacion tjetër të jashtëzakonshëm të publikuar nga e përditshmja britanike The Telegraph. Çfarë thonë britanikët?
Sipas të dhënave të inteligjencës që kanë rrjedhur në publik në Britani, Izraeli ka dokumentuar një vizitë tejet sekrete të kryeministrit Benjamin Netanyahu në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe Netanyahu në këtë takim ka qenë i shoqëruar nga kreu i Mossadit izraelit dhe generalët më të lartë të ushtrisë izraelite. Kjo vizitë nuk u bë në kohë paqe, por ndodhi pikërisht në kulmin e tensioneve me Iranin. Pse i gjithë ky ekip i lartë politik ushtarak i Tel Avivit shkoi në fshehtësi në Emiratet Bashkuara Arabe? Përgjigja është ronditëse. Koordinim total për planin e marrjes së ishullit iranian Levan, Izrael, Emirate, Amerikë. Ky nuk është një veprim i izoluar e Emirateve, por është një plan i madh tripalësh. Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është vetëm një çështje lokale, duhet ta kuptoni mirë. Asnjë konflikt territorial për një ishull në gjë. Menjëherë, pas kësaj vizite sekrete, Emiratet bëjnë njoftimin e papritur për ndërtimin e një tubacioni gjigant nafte që nis nga porti i Fuxherës në Emiratet e Bashkuara Arabe me qëllimin e vetëm për të shmangur plotësisht ngushticën e Hormuzit deri në vitin 2027. Kjo tregon që lufta do të jetë e gjatë. Izraeli dhe Emiratet Arabe po sigurojnë kështu një linjë të re të sigurt të energjisë që lidhet direkt me korridorin Indi-Europë, New Delhi-Europë, projekti më i madh gjeoekonomik i shekullit 21. Është korridori New Delhi-Emirate Izrael-Europë për të nxjerrë jashtë loje Road and Belt Initiative të Kinës. Por, pjesë e një loje më të madhe është modifikimi i jashtëzakonshëm gjeopolitik që i është bërë këtij korridori në orët e fundit. Pa politik nuk ka ekonomi. Një lëvizje e cila ndryshon çdo rregull të vjetër të lojës. Rruga e re gjeoekonomike nuk do të kalojë më përmes Arabisë Saudite. Ky është lajm tepër i madh. Ashtu siç ishte parashikuar në planet fillestare të nënshkruara në samitet ndërkombëtare. Plani i ri parashikon që korridori të nis nga portet e Emirateve Arabe nga Al Fuxhera të futet përmes detit arabik direkt në ngushticën e Bab el Mandab dhe të ngjitet përmes detit të Kuq në drejtim të Suezit. Arabia Saudite po lihet plotësisht jashtë këtij rrjeti strategjik botror dhe ka edhe një plan tjetër për të ndarë në 4 pjesë territorin e Arabisë Saudite, po nga Emiratet dhe nga alat të tjerë të tyre. Këtu kemi nisjen dhe çarjen e aleancave të mëdha. Pra kemi nisjen e thyrjes së aleancave të mëdha në rajonin e Gjirit persik aty tek vendet e GCC-s. Aleancat e vjetra po thërmohen. Korridori Indi-Europë nëpërmjet Emirateve dhe Izraelit është mekanizmi i vërtet që po dikton luftën aktuale. Portet e Emirateve Arabe janë stacioni i parë dhe kyç i këtij plani. Lëvizja tjetër erdhi me një shpejtësi rrufe. India sapo ka njoftuar një vizitë zyrtare të nivelit më të lartë ushtarak në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku nënshkrua një marrëveshje e madhe mbrojtje ushtarake me qëllim vendosjen e trupave indiane për të mbrojtur sigurinë e këtij territori. Çfarë është duke ndodhur? Hajde ta shohim. Ky projekt është shumë jetik për Washingtonin, sepse ai synon të godas direkt në zemër dhe të dobësoj maksimalisht projektin Road and Belt Initiative, rruga e mëndafshit Kinës, ndërsa Izraelit po i jep fuqi strategjike dhe gjeoekonomike të paprecedent në histori. Këtu hym tek faza tjetër
e cila është shumë e rëndësishme. Nëse kjo skem zhvillohet edhe më tej, duhet kuptojmë se faza e dytë e luftës së tretë botërore, ajo që do të zhvillohet në ujërat e detit të Kuq, do të jetë shumë më e përgjakshme dhe shumë më e rrezikshme se lufta që shohim sot në ekranet e televizionit. Ky skenar ka potencialin e plot për të përfshirë në një luftë të hapur dhe të drejtë për drejtë vende si Arabia Saudite, Egjipti, Turqia, Somalia dhe Eritrea. Kontroll total rajonal bëhet për kontrollin absolut të rrugëve më të rëndësishme detare të planetit, përmes të ashtu quajturave marrëveshjet abrahamike. Tel Avivi ka përzgjedhur me kujdes ngushticat dhe transportin detar në botë. Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe ka shtrirë ndikimin e tij për Izraeli deri tek pika strategjike si Somalia, Jemeni, Jugor. Pra, po ndërtojnë një mbrojtje globale strategjike ku çdo lojtar ka rol të përcaktuar ushtarak dhe inteligjencë. Në këtë matricë të madhe, marrja e ishullit iranian lavan nga Emiratet e Bashkuara Arabe do të thotë diçka historike. Emiratet duan kontrollin e Hurmuzit, ndërsa Bahreini dhe aleatët perëndimor do të kontrollonin perëndimin e tij. Cili do të ishte rezultati? Kontrolli i plot, absolut dhe mbytës mbi ngushticën nga ku kalon pjesa më e madhe e arit të zi në botë, veçanërisht rubineti që mban fabrikat kineze me frymë. Por, si do ta justifikojnë këtë operacion agresiv përballë ligjit ndërkombëtar? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përgatitur tashmë paketimin dhe celafonin diplomatik të kësaj historie. Ata do ta paraqesin këtë si veprim mbrojtës. Washingtoni do të përdor argumentin historik se ky ishull përpara se të pushtohej dhe të kalonte nën kontrollin e Iranit ka qenë historikisht nën administrimin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ky do të jetë justifikimi ligjor për të anashkaluar konventat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Përgatitjet tregojnë se presin që në fillim të 2027-s lufta me Iranin të ketë përfunduar dhe regjimi atje të jetë neutralizuar ose gjujzuar plotësisht. Dhe ky korridor i ri të jetë në funksion të plot. Por, periudha e verës që kemi përpara do të jetë tejet e vështirë dhe tejet kritike për njerëzimin. Sinjalet e inteligjencës na tregojnë se NATO mund të marrë vendime radikale gjatë samitit të korrikut të Ankaras në Turqi, 7-8 korrik. Washingtoni po pret momentin e duhur taktik, por paralelisht nuk përjashtohet një goditje masive kirurgjikale amerikane ndaj objektivave bërthamore iraniane përpara se të nisë çdo konflikt i hap. Programi bërthamor i Iranit është vija e kuqe për Izraelin dhe vetëm SHBA posedon armët speciale të avancuara, të dizenjuara, të deportuara me 10 metra thellë në tokë, në bunkeret e fortifikuar iranian të Fordovës dhe të Natanzit. Edhe pse stoku i këtyre armëve është i kufizuar, Washingtoni po zhvillon një koordinim të hollë diplomatik me Kinën për të siguruar që Pekini nuk do të ndezë një front ushtarak në Taiwan, tek deti i Kinës Jugut, ndërsa Amerika është e zënë në gjirin persik. Megjithatë, të jemi realist. Kina nuk ka ndërmend ta braktisë aleancën e saj strategjike me Rusinë, as me Iranin, sepse ata e dinë që janë pjesë e të njëjtit blok, tashmë revizionist, që po sfidon rendin e vjetër botror dhe do ta çojnë lojën e tyre deri në fund me të gjitha kostot që ajo mund të ketë. Asgjë nuk është vendosur ende. Makineritë e luftës janë duke u nxehur, ndërsa projektet e mëdha të tubacioneve dhe të korridoreve të reja energjetike, miq të dashur, po ndërtohen në terren me një shpejtësi marramëndse për sfiduar realitetin gjeopolitik dhe status quo. Sinjalet janë plotësisht të qarta. Periudha e verës që po vjen do të jetë tejet kritike dhe vendimtare
vendimet radikale apo lëvizjet e trupave që do të hartohen në samitin e NATO-s të Ankara me 7 dhe 8 korrik do të vullosin përfundimisht fatin e këtij konflikti botëror. Dhe pyetja më e madhe mbetet, a jemi me të vërtet në fillim të një ndryshimi të madh global që do të rishkruaj kufit dhe hartat e botës dhe do të rrëzoj internetin dhe ekonomin ashtu si që njohim ne, apo jemi thjesht në një fazë tjetër të frikshme presioni maksimalist përpara se palët e mëdha të ulen në tryezën e shahut për bisedime. Unë juftoj na jepni mendimin tuaj, kam dëshirë të kuptoj çfarë keni kuptuar nga kjo që folëm dhe çfarë keni perceptuar, kush ka dëshirë mund ta lërë mendimin e tij. Këto zhvillime na bëjnë të besojmë se edhe dinamikat e Ballkanit në këtë moment, në këtë verë, do të jenë shumë të nxehta dhe do të shkojnë në raport të drejtë me nxehtësinë e lëvizjes së ekuilibrave në të gjithë botën. Pse? Sepse lojtarët e sistemit në Tiranë po përpiqen që të zhvendosin lojën e tyre nga njëri aks gjeopolitik në një aks gjeopolitik tjetër, duke u kujdesur që të mos lënë gjurmë për ta bërë këtë. Dhe po përpiqen që të fshehin parat, konsolidojnë pushtetin dhe të rikonfirmojnë aleancat e tyre ndërkombëtare me lobe të ndryshme në mënyrë që të mbajnë veten në lojë. Me ardhjen e ambasadorit të ri amerikan ushtarakut që merr sot miratimin nga Senati dhe Kongresi, duket qartë që edhe vera në Shqipëri do të jetë tejet e nxehtë dhe vjeshta gjithashtu. Unë do të jem aty për t'ju shpjeguar të gjitha detajet në rajon, në Shqipëri dhe në botë, në mënyrë që të mos na kaloj asgjë pa kuptuar, imëcisht larg zhurmës, përrallave, mashtrimeve dhe ignorimit që i bëhet këtij populli nga kasta politike hajdute 34 vjeçare. Kaq për momentin, të tjera zhvillime do t'i ndjekim bashkarisht në vijim. Të gjitha ata që duan t'i bashkohen përpjekjeve tona për ta ndalur maskaradën që po ndodh ndaj shqiptarëve në këtë moment kaq deciziv dhe të rëndësishëm që po kalon bota, janë të lutur të na bashkohen tek linku që do ta gjejnë të komentuar tek komenti i parë poshtë kësaj videoje. Mirë dëgjofshim shpejt.